dua të pyes pak se tani ti the që kemi edhe turistët dhe ata që duan të bëjnë glamping dhe ata që duan të bëjnë hostel, por unë shoh që ka plot edhe aktivitete për fëmijë, domethënë kemi një park lojrash. Po për fëmijët, për familjet që vinë me fëmijë, çfarë mund të bëjnë fëmijët këtu? Familjarët dhe fëmijët për ne ka qenë targeti jon kryesor. Pasi edhe unë duke pas vetë një vajzë vogël 2 vjeçe, kur e kam ndërtuar komplet projektin e AMZ-s, kam pas të si qëllim, domethënë duke e ditur që unë do zhvendosesha vetë, domethënë unë jetoj familjarisht në Valbon, çfarë do bëj vajza ime dhe duke i plotësuar kërkesat e saj, plotësoj kërkesat e gjithë klientëve që janë me fëmijë. Dhe kemi krijuar një kënd lojrash që është komplet i bazuar në dru. Jashtë, pastaj kemi dhe një kids club, domethënë një kopësht të vogël për fëmijët e vegjël, ku aty bëjmë aktivitete me ngjyra, bëjmë lexime librash. Janë të udhëhequr nga stafi i AMZ-s. Stafi i AMZ-s është i shkëlqyer, domethënë unë vetëm vajza të bukura pash rreth e rrotull. Tani kam dëgjuar që jeni të bukura ju këtej nga Veriu, po shumë vajza ke punësuar. Shumë faleminderit. Si është kjo puna e stafit? Sa staf keni për momentin? Tani për momentin jemi 35 veta staf dhe 100% e stafit është nga Tropoja. Nga Tropoja? Po, domethënë mu shumë veta më kishin thënë, domethënë që mund të kesh vështirësi të gjetur staf në Tropoj. Dhe unë me ato ëndrat e mia arrita t'i gjeja njerëzit që kanë të njëjtin kulturë pune si unë. Dhe në fakt pika e parë ku vajta ishte matura e gjimnazit të Tropojës. Vajta në për gjitha klasat dhe prezantova AMZ-ën, prezantova pozicionet e punës, filozofinë e AMZ-s dhe në fillim ishin pak skeptike, domethënë sepse dhe kjo si qasje nuk e kishim parë ndonjëherë, domethënë asnjë nga kompanitë për t'ju afruar dhe për t'ju dhënë oportunitetin. Kur kanë filluar aplikimet e punës, telefonatat dhe shumë, jam e sigurt që edhe verës tjetër do pranojmë ata që nuk erdhën dot t'i pranonin këtë vit. Kam qenë shumë e lumtur dhe në momentin që i kam marrë në punë, pavarësisht se ato nuk kanë punuar ndonjëherë, pjesa e trajnimit ishte shumë e thjeshtë, shumë vajza të dëgjueshme, me anglishten perfekt, domethënë e kanë mikpritjen me vërtet brenda tyre dhe në fakt mungesa e eksperiencës ka qenë shumë mirë për to sepse unë i kam formuar ashtu siç ke dashur. Mendoj se ka bërë edhe më të thjeshtë fakti që edhe ti vetë je një grua dhe ndoshta për vajzat këtu ka qenë pak më e lehtë për të punuar se ndonjëherë vajzat të cilat sapo kanë dalë nga bankat e shkollës ndoshta janë pak të friksuara për të punuar, të paktën nuk kur kam qenë 18 vjeç kam qenë pak e friksuar për të hyrë në tregun e punës kur ka qenë vetëm me burra. Tani duam apo nuk duam, i kemi këto komplekset apo këto vështirësitë në vajzat. Por që sa mirë që ju ke dhënë edhe atyre një ne në fakt 90% e stafit janë femra. Domethënë dhe unë prandaj doja ta realizoja këtë strukturë, sepse dhe ato të ndiheshin mirë me njëra tjetrën dhe nëse do kishte probleme me mentalitetin, do e zgjidhja në këtë lloj mënyre dhe në momentin që ata vajzat edhe gratë fillon duke punuar, fillon të ndihen shumë mirë me njëra tjetrën, duke u njohur me njëra tjetrën dhe tani vinë punë me dëshirë sepse kanë krijuar atë komunitetin brenda punës. Shërbimi është ekselent. Tani unë e shoh që ti ke bërë një impakt në ekonominë e Tropojës, le të themi, duke i ofruar vende pune, por mendoj se gjithashtu se ju keni dhe një restorant apo jo, i cili ofron. Përveç impaktit që ke patur për të marrë vajza në punë, mendoj se ke patur një impakt edhe duke u furnizuar me produkte bio nga fermerët lokal të zonës për nuk e di çfarë merrni nga ta. Ne në fakt është shumë interesante mënyra se si I kam gjetur. Ashtu më thuaj. Nuk është se ti mund të futesh në internet edhe të kërkosh fruta perime Tropoj edhe të del lista siç është në Tiranë. Kam filluar duke pyetur kush prodhon domate, kam marrë numrin e telefonit atij, pastaj më ka dhënë numrin e dikujt që bën shalqi, pastaj dikujt që bën pjepër, dikush që mshet vezë, dikush që mshet pul, dikush që mshet qingja. Dhe kështu e bëre një grup të vogël. Dhe krijuam një komunitet që janë furnitorët tanë. Dhe me thënë drejtën, unë jam ndjerë shumë mirë që kur kam ardhur në Valbon,
jam mirëpritur dhe nga komshitë e mi shumë mirë. Domethënë dhe hotelet që un kam afër dhe pronarët, në fakt janë femra, dhe ato, po. Sa mirë. Më kanë trajtuar sikur t'isha vajza e tyre. Domethënë pasi lloj Pra nuk ka një lloj konkurrence thua ti. Fare, dëshira për të ndihmuar dhe për të mirëpritur një person dhe një vajzë të re që ka marrë një hap, iniciativë dhe ka sakrifikuar për të ardhur në Valbon, jam ndjerë shumë mirë me mikpritjen në Valbon.